Zëdhënësi i koalicionit Vlen Driton Sulejmani në konferencën për shtyp foli për çështjen e regjistrimit, i cili është aktualizuar sërish ditëve të fundit, pasi gjykata kushtetuese shfuqizoi vendimin e Entit Shtetëror për Statistika që popullsia të ndahet si rezidente dhe jo rezidente. Sulejmani tha se për më shumë se 20 vjet në pushtet, BDI me politikat e saj destruktive nuk solli zhvillim por boshatisje. Jo vetëm që i shtiu qindra mijëra shqiptarë drejt migrimit, por me regjistrimin e popullsisë në vitin 2021 i fshiu edhe ata që mbetën. Regjistrimi u kthye në mjet për të minuar realitetin e shqiptarëve në vend, ndërsa drejtuesit të BDI-s zgjodhen të heshtin si gjithmonë përballë një krimi të ri politik. Por heshtja nuk mjafton për të ikur nga përgjegjësia. Populli shqiptar pret përgjigje. Pse u pranua që mërgata shqiptare të trajtohet si jo rezidente, kur ajo mban gjallë ekonominë dhe mbështet familjet me sakrificë të përditshme. Ashtu si premtuam, koalicioni Vlen çdo ditë do të zbarë të vërtetën e dhimbshme të një procesi që duhet të ishte pasqyrë e realitetit, ndërsa u shndërrua në një mashtrim dhe tradhti poshtruese e BDI-s ndaj shqiptarëve. Shembujt e radhës të manipulimit janë të qarta dhe të dokumentuara, e sidomos në rrethin e Strugës. Në fshatin Ladorisht janë regjistruar 1344 banor mbi 18 vjeç, ndërsa në zgjedhjet e vitit 2024 kanë votuar 2397 qytetarë apo mbi 1000 më shumë. Në Velesht janë regjistruar 2196 banor, por votuan 2377 ose 200 më shumë. Në Livadhi, sërisht rezulton më shumë votues se sa banor të regjistruar. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim kanë reaguar në lidhje me regjistrimin e popullsisë. Nga BDI theksojnë se si parti politike do të qëndrojnë në mbrojtje të barazisë dhe të drejtave që burojnë nga marrëveshja e Ohrit. BDI fushatën e regjistrimit të popullsisë e quan strategji të mirë koordinuar, siç thonë për të dobësuar themelet e barazisë në këtë shtet. BDI shpreh shqetësim të thellë për fushatën e re të realizuar nga mbetjet e Vlen, të porositur nga VMRO DPMNE dhe Znam kundër regjistrimit të popullsisë, një proces thelbësor për funksionimin demokratik dhe multietnik të shtetit. Kjo strategji është trishtuese dhe pa precedent në historinë e pluralizmit në vend. Nuk ka ndodhur më parë që për politika kaq haptazi anti-shqiptare, partitë maqedonase të përdorin si mash partitë shqiptare për të përgatitur terrenin për ndërhyrje institucionale. Tani ka nisur edhe me regjistrimin. Krijohet narrativa se procesi ka qenë i manipuluar me qëllim që nesër të hidhet poshtë nga VMRO dhe Znam. BDI e denoncon me forcë këtë qasje si një strategji e mirë koordinuar për të dobësuar themelet e barazisë në këtë shtet. I bëjmë thirrje qytetarëve shqiptar dhe gjithë faktorëve të përgjegjshëm që ta kuptojnë rrezikun e këtij modeli të ri që prodhon ndasi, mohim dhe tension. BDI do të qëndrojë në mbrojtje të barazisë, të drejtës për përfaqësim dhe të vlerave që buruan nga marrëveshja e Ohrit, dokument që garanton paqen. Reaguan nga Bashkimi Demokratik për Integrim.